Histori e forte erotike. Luani filloi të shkrihej dhe mi futi 2 duart duke më bëra 20 vjet martesë dhe tër kjo kohë më shkoi duke përcjell burrin në rrugë tim dhe duke e pritur se kur po vjen. Profesioni i tij prej shoferi ma gërditje dhe jetën, si për sherr kur unë isha e nxehtë dhe më nevojitej burri, ai ishte në rrugë tim me kamionin e tij, autobot. Kur mua nuk ma kojke hiq, ama bashkiq, burri më vinte në shtëpi, edhe atë krejt duart e nxira, ndonjëherë edhe fytyrën, se për rrobat as mos të flas. Gjithnjë kishte probleme me një kamion të vjetër edhe sikur ai të ishte mekanik dhe jo shofer. Kur nuk më shkonte mendja të fladitesha me ndonjë mashkull tjetër, pavarësisht se isha e kallur. Gjithnjë gjeja ndonjë punë për shtëpi sa për të harlisur mendjen. Pas luftës, burri sikur vonoi më shumë në rrugtimet e tij dhe gjithnjë më pak vinte në shtëpi nxirr katran. Ndonjëherë më shkonte mendja nëse ai po drejton kamionin apo ndonjë veturë luksoze. Ditë pas dite, javë pas jave, dyshimi në besnikërinë e tij ndaj meje shtohej e bashkë me të edhe dashuria ndaj tij zbehej. Një ditë, derisa ai ishte në rrugtim, unë i futa rrobat e zhullosura të tij në korrit, sepse atëherë nuk kisha makinë rrobash. Duke ja kontrolluar xhepat, jo pse jam idiote, por është rregull që ti kontrollosh xhepat para se ti futesh rrobat në ujë, sepse më ka ndodhur një herë që ja kam larë 1000 dinar të asaj kohe. Në xhep ja gjeta një kondom, beta gojë hapur, por nuk e prisha disponimin, vetëm mendoja se si të veproj kur ai të kthehej. Herët në mëngjes, burri botës u kthye në shtëpi. Për çudi ishte i pastër dhe kishte një dozë parfumi. Ndoshta hunda e tij ishte mësuar me atë aromë dhe nuk e ndjente, por unë e nuhata menjëherë. Pile e kuptova se ai parfumi ishte i femrave dhe nuk ishte nga ato që kishim ne në tualet. Edhe pse isha e zgjuar, nuk bëja fare zë për të parë nëse do të më ngacmonte. Burri botës u fut me kujdes në shtrat që të mos më trazoj gjumin dhe menjëherë e krisi gjumit. I shkreti, ishte i raskapitur fare. Herëve tjera, kur vinte më zgjonte ngadalë duke mi futur këmbët mes këmbëve të mia dhe bënim dashuri të mrekullueshme, sepse ashtu mua më pëlqen dashuria në mëngjes. Sapo u thellua në gjumë, unë u ngrita dhe ja nuhata edhe më shumë rrobat, kur e vërtetova se përmbajnë parfum femrash. Në drek u zgjua, zotnia dhe më kërkonte një kafe. Ja solla si për herë, por bashkë me kafen edhe kondomin. Ja, mere këtë se për paksa nuk e kam futur në ujë, thash paksa me qortim. Nuk është e mundur, nuk e di. Nuk e di se nga ky nalet në xhepat e mi. U shpreh ai si me habi, por që fytyra i humbi fare. Nuk kërkova sqarime se nga ky nalet në xhepin tënd, por vetëm të tregova se e shpëtova nga uji. Tjera herë kujdes xhepat. I flisja sikur të isha një dame vërtet. Në fakt unë dhe jam e tillë, po pse fati ka dashur që të martohesha herët dhe të jetoja gjithnjë në krah të burrit, unë nuk kam faj. Ditët në vazhdim hetoja se ai sillej më ndryshe, sikur e ndjente një bar të rënd mbi supe. Por unë as që ja zjeja në gojë këtë ngjarje, thjesht sillesha sikur nuk ka ndodhur asgjë. Por gjatë gjithë kohës e vërtetova se si ai ma luante lojën. Nga kjo ditë fillova të mendoja edhe për nevojat dhe kënaqësitë e mia, pavarësisht nëse kjo do të ndodhte me të apo me ndonjë mashkull tjetër. Fundja kisha shumë oferta, por që asnjëherë nuk e kam ngrënë. Menjëherë mendja më ka shkuar tek një djalosh i cili ishte 20 vjet më i ri se unë, por që shpeshherë i lëpinte buzët kur takoheshim në tregun e perimeve apo në shitore. Do ta provoj me të, i thash vetes. Edhe pse nuk kisha gjë për të blerë një ditë, u vesha top fare dhe dola në treg. Sikur të më kishte përcjell frajeri, u gjenda afër meje që në kontaktin e parë që bëra me shitësit. Jam në banesë krejt vetëm sonte, po ti, më tha si hajdut djaloshi që shumë kohë më vardisej. Tung Luan, çka po bën? Ja ktheva, sikur të mos e kisha dëgjuar se çka më tha. Unë veç këtë desha të them, sepse ika të kryej një punë. Të pres në banesë sapo të bie terri, tha shkurt. Trajeri dhe u largua. Nuk e kuptoja pse ky djalosh i ri më ishte lyer pikërisht mua, kur e di se ka shumë femra të gjeneratës së vet. Megjithatë, nëpër kokë më silleshin lloj-lloj mendimesh. Ishte vështirë ta luftoja dëshirën që pikërisht me të shtrihesha në shtrat, ndërkohë që fakti i besnikërisë ndaj burrit, plot 20 vjet, më frenonte fuqishëm. Mendoja, nëse ka kaq kohë, nuk i kam hyrë kësaj loje, s'po i hyj fare. Megjithatë dëshira sikur mbizotronte.
U ktheva në shtëpi dhe fillova edhe më tej të ballafaqohesha me ofertën që më kishte fare pranë. Në mbrëmje, rreth orës 22, u përvodha dhe shkova te djaloshi im që vërtet e dëshiroja, por mosha e tij e re, pothuajse djali im, dhe fakti që kur s'kam qenë me mashkull të huaj, më kishte penguar të takohesha. Sapo jam afruar derës, ajo u hap. Ai më kishte pritur krejt kohën në derë. O Zot, sapo e kam mbyll derën, më ka rrëmbyer aq fort sa që u ndjeva e ligësh në duart e tij. Zonja ime e ëndrave, a e din se çdo natë imagjinoja në shtratin tim? A je vetëdijshme se sa herë i kam mëshuar me dorë, ka menduar në ty, fliste si i humbur Luani, duke më mbështjellë me duart e njoma dhe të fuqishme, tamam si një Luani vërtet. Ja ku më ke. Të shoh se çka do bësh tani, e ktheva duke belbëzuar. Më rrëmbeu fuqishëm dhe më dërgoi në dhomën e fjetjes së prindërve të tij, sigurisht për ta shfrytzuar shtratin e tyre komod për këtë punë. Me shpejtësi filloi të mi heq rrobat, pa demonstruar ndonjë paralojë apo romantizëm. I hoqi dhe rrobat e veta shpejt e shpejt dhe mu fut mes këmbëve. Unë nuk ndërmerja asgjë. Thjesht isha e shtangur dhe ende ballafaqohesha me mendimet nëse po bëj punë të mirë. Përderisa mendoja unë, ai ma palosi në vendin e dur, rroçkën e tij goxha të madhe dhe të njomë. Ah, o Zot sa i shishim që je. Ashtu zemër, fillova të gjëmoja duke harruar në gjithçka tjetër për t'u dhënë kënaqësinë momentale. Dridhu, zonja ime, dridhu, shijo mashkullin e vërtet. Ti meriton më shumë kënaqësi, më thoshte Luani gjithnjë, duke i shpejtuar ritmit e tij pompuese. U bëra çikër në koçen e tij që kisha fal ta ndjeja pranë meje. Sa më shumë që gjëmone, aq më shumë më rëmbente, më shtrëngonte dhe më shpejtonte ritmin, sikur dëshironte të ma gjej fundin. Gjithnjë më fliste se si zonjat e kallin dhe se unë isha në shënjestrën e tij për shumë kohë. Fliste kështu dhe si për inat që nuk ja kam dhënë deri më tash, më qinte edhe më fort. Ashtu çuni im, sa i fort qënke, unë morisja duke qenë në trans dhe në kulmin e kënaqësisë të cilën shoferi im për 20 vjet nuk më kishte ofruar. Zonjë, kojshike, të mbusha, vërtiste pa u hamendur nëse po e dëgjon kush. Lirisht më mbushi, lumja unë për ty që të kam kojshi, ishin fjalët e mia gjatë përjetimit të orgazmit së parë. Jemi gjojtur bashkë si të vdekur në shtrat dhe për disa minuta nuk kemi folur fare. Unë disi nuk besoja se më ndodhi kjo që më ndodhi, ndërsa ai qëndronte sikur të ishte penduar që e kishte tradhtuar fëmijën e vet, burrin tim. Nuk e di pse, por femrat, më të moshuara sidomos zonjat, më çmendin. Sa herë i kam mshuar me dorë vetëm kur të imagjinoja në shtratin tim, më fliste Luani. Nuk je ti i pari. Një ditë, derisa isha ulur në një kafene, disa djem aty afër meje shikonin femra nga terasa dhe komentonin. Sa u çudita kur më tepër ata i dëshironin ato që ishin më të vjetra, i thash atij. O zonja ime, nuk ka djalosh që të paktën një herë nuk është dëshiruar në ndonjë femër më të madhe, qoftë në mësuesen, shefin apo ku ta di unë, më ktheu Luani im. U deshta porosisja që kjo të ndodhi mes nesh, ta mbaj shumë sekret. Por ai djalosh vetëm më shikoi dhe filloi përsëri të më përkthelte, duke më thënë se pikërisht këtë e dëshiron edhe ai vet. Filloi të më thith ngadalë majat e cicave, pastaj edhe stomakun. Unë ngjalla edhe një herë nga epshi, por sikur kësaj radhe u rrëmbeva ata dhe e putja gjoksin, pastaj qafën. Përsëri gjoksin dhe në atë çast u gjenda tek huri i tij beqar, i cili u rrëmbeva me dy duar dhe fillova ta përkdhelja me buzë. Gjatë këtij akti, Luani filloi të shkrihej dhe mi futi dy duart, duke mi rrëmbyer vithet. Pastaj ma futi kokën mes këmbëve. O sa mirë, donte të më eksitonte. Gjuha e tij u bë si gjarpër dhe e gjatë dhe e shpejtë. Për këtë eksitim, unë nuk ja kurseja koqet e as qyskin e trasht. Me mjeshtri dhe afsh e futsja deri në fyt dhe e thithja me krejt fuqinë, derisa e nxirja nga goja. Luani çmendej nga ky veprim, por nuk më mbeste borxh. Gjithnjë më fort mi thithte buzët e zogut tim, e që kjo më shpuri në prag të orgazmës së dytë. Mjaft, koçkë, mjaft se më çmende. Eja, ma trus fort se po e lyp, i thash, sikur të isha duke qarë. Pa bërzë, Luani më ktheu nga prapa dhe o Zot sa fort më ka shtrënguar për vithe. E ujdisi mirë majën dhe qysh e kishte bërë
Qull paraprakisht me gjuhë, i rishkiti dhe si kur dem matrusi deri në koqe. Sa herë më kujtohet kjo skenë, më ka ploj në ethet e kënaqësisë. Më ka pamputur edhe një kohë, ashtu furishëm dhe kur e kam dëgjuar se filloi të uluria, përgatitej që të pranoj edhe përmbushje të fortë. Ah, zonja ime shtrenjtë, shtrëngoj vithet se të shqeva. Komshie sa e nxehtë që je, bërtiste dhe eksplodoi për së dyti thellë në brendin time. Unë vetëm i dridhja kukat duke i ndihmuar që të depërtoj edhe më thellë në mua. Në atë çast edhe unë u derdha. Sapo e ndjeva lavën e vulkanit të tij. Gjithmonë e kam imagjinuar një mashkull më të ri se veten, por asesi nuk kam guxuar të marr një vendim të tillë. Kam menduar që ka mbaruar koha e dashurive të tilla për mua, por kësaj radhe jam bindur se kur nuk është vonë për dashuri, pavarësisht moshës. Tash e kam ndërprer me Luanin sepse më vinte keq t'ja humbja kohën. Mendoj se ai duhet ta gjejë një femër më të re dhe të martohet, se përndryshe ai nuk do të ndjente nevojë. Më thoshte se po qese unë pranoj të vazhdoj këtë dashuri, ai do të vazhdonte shumë gjatë lidhjen me mua pa i shkuar në mendje për martesë. Kjo ndoshta është histori e turpshme, por ja që më ka ndodhur. Fundja buri im ka fajet, kur nuk do e shlyej atë kujtim i cili më ka ndodhur nga dashuria e Luanit ndaj plakave dhe dëshira ime për të përjetuar diçka të këndshme, pasi që e kuptova se buri po më tradhtonte. Prandaj asnjë femër apo mashkull nuk e akuzoj nëse e dëfrehet duke ndjerë dashuri reciproke. Njerëz jemi edhe pse jemi të martuar, mund të dashurohemi pavarësisht që kemi dikë afër. Luani më ktheu edhe një herë në zemër ndjenjen, për të cilën kam menduar se ka marrë fund për mua.